Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ruaju të besosh se e plakur në mosh. Trupi yt nuk është vetëm një enë cilën vendoset shpirti yt. E shpirti nuk thinjet dhe nuk plaket. Shpirti është nga një botë tjetër, që nuk i ngjan as pak botës sonë. Dhe për të, askush nuk di asgjë veç Allahu dhu xhelal. Andaj Allahu dhu xhelal thot: "Yes'alunaka anir ruh." Të pyesin ty o Muhammed për shpirtin. Kul huwa min amri rabbi. Thuaj, shpirti është urdhër i Zotit tim. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Përndryshe juve shumë pak dytëri ju është dhënë. Andaj, ruaju ta mbylli shpirtin tan brenda kornizave të trupit tan. Fluturo në botën e optimizmit dhe shpresës. Beso te Allahu në çdo hap që e hedh. Ndihmo të gjithë, dhuro dashuri dhe mbyll të mirën në çdo vend. Pse? Sepse nuk ka rahatin këtë botë përveç se në momentin e takimit të njeriut me Zotin e tij. E çka do të thonë, cili është kuptimi i vërtet i takimit të njeriut me Zotin e vet? Shumë prej nesh e kuptojnë gabimisht këtë shprehje. Nuk është domosdoshmërisht kuptimi i kësaj shprehje që takimi jon me Zotin është kur vdesim. Jo. Dija është takim. Përmendja dhikri është takim. Meditimi është takim. Namazi është takim. Lëmosha është takim. Lutja e përzemërt është takim. Namazi i natës është takim. Respekti ndaj prindërve është takim. Leximi i Kuranit është takim. Mbajtja e lidhjeve farefisnore është takim. Vizita e smurit është takim. Sjellja e hijshme me njerëz është takim. Afrimi dhe dashamirësia ndaj njerëzve është takim. Lehtësimi i brengave të muslimanëve është takim. A kemi kuptuar se sa shumë mundësi kemi për takim me te? Allahu dhu xhalal që thot: "Men kan yarju liqa rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada." Kush shpreson takimin me Zotin e vet, le të bëj vepra të mira dhe të mos i bëj shok asgjë Allahut në adhurimin e tij. Andaj, takimi me Allahun që kanë të gjitha veprat e mira që i bëjmë na. Kështu që maje shpirtin e ri, maje ambicien lart, ki entuziazëm dhe vullnet dhe mos u dorëzo që takimi në këtë botë dhe në ahiret të jetë i begatshëm me Allahun dhu xhelal.